Ta gëzosh edhe gjithë mirët. Ta gëzoni edhe gjithë mirët. Falenderoj Zotin Erion Velia. Kryebashkiaku Erion Velia ka dorëzuar sot çelësat e shtëpive për 177 familje në nevojë, të cilët 2 javë më parë përfituan nga vendimi i Këshillit Bashkiak për një banesë sociale në Shkozë. Mes përfituesve janë ish të përndjekur, persona me aftësi të kufizuar, pjesëtar nga komuniteti rom, egjiptianë të tjerë. Historia e banesave sociale ka qenë një histori pafund. Sa ndonjëherë njerëzve ju duket sikur ky vend nuk ekzistonte. Aq shumë flitej, aq shumë sorrolladeshin njerëzit, aq shumë mashtroheshin, aq shumë silleshin vërdall, saqë një pjesë e njerëzve mendonte që ky vend as nuk ekzistonte. Më vjen mirë që sot vendi jo vetëm ekziston, po dhe me shtesën e 177 familjeve të reja, ne do të kemi këtu një nga lagjet më model Tiranës për të siguruar që këtë shembull të mirë ta çojmë edhe në lagje të tjera. Ajo që kërkoj nga të gjithë ju, të respektojmë rregullat e komunitetit dhe të pranojmë që ne këtu, në qytetin e Tiranës, po dhe në këtë lagje, jemi të gjithë barabartë, pavarësisht mbiemrit, pavarësisht partive dhe pavarësisht ngjyrës lëkurës. Kryetari i bashkisë bëri të ditur se puna për të lehtësuar çështjen e strehimit në kryeqytet nuk përfundon këtu, pasi së shpejti në këtë zonë do të nisë ndërtimi i banesave të reja sociale, ku përfitues do të jetë dhe komuniteti rom. Një njeri që e ka marrë përsipër ta drejtojë një punë, sado e vështirë duhet i dalë Zot vet. Ndaj dhe më vjen mirë që bashkë me kolegët e Këshillit Bashkiak, bashkë me kolegët e bashkisë, kemi gjetur dhe fondin, kemi gjetur dhe mundësinë se si ne ato barake që sot nuk janë dinjitoze, t'i kthejmë në shtëpi mirëfillta për të pasur dinjitetin dhe hapësirën e nevojshme për gjithë familjet që jetojnë aty. Ne jemi duke punuar dhe me komunitetin rom tek Bregu i Lumit, kemi siguruar një repart që është pak më sipër, edhe aty do të fillojmë punën që ne ta rehabilitojmë.